Sot po flas për një problem mjaft shqetësues për qytetarët e Kosovës, që ka të bëjë me cilësinë e grurit të importuar nga Serbia e që lidhet edhe me industrinë e millit dhe të bukës si produkt esencial për ushqimin e njerëzve. Fjala është pra për importimin e grurit nga kompania MCLS, e cila në bazë të 2 kontratave të nënshkruara me një kompani nga Serbia, ka paguar çmimin e njëjtë si për ushqimin e kafshëve, ashtu edhe për ushqimin e njerëzve, prej 15.5 cent për kilogram të grurit. Tani shtrohet pyetja se nëse vërtet është grur për ushqimin e kafshëve, përse është faturuar me çmim aq të lartë dhe nëse si i tillë ka hyrë në Kosovë, ku është ai grur, a është përdorur për ushqimin e kafshëve apo për ushqimin e njerëzve? Sipas përfaqësuesve të Avukut, në mbledhjen e djeshme të Komisionit Parlamentar për Bujqësi, inspektori fitosanitar thotë se ne asnjëherë nuk kemi hasë në dokumentacion që është importuar grur për ushqimin e kafshëve nga kjo kompani. Atëherë shtrohet pyetja, si është e mundur që mielli nga ky grur importuar të shitet me çmim fillimisht 25 e më vonë 29 cent për kilogram, kur dihet se gruri për ushqimin e njerëzve i faturuar 15.5 cent, e që duke ja shtuar shpenzimet e transportit dhe të vëshën, arrin në çmimin 20 cent për kilogram. Shtrohet pyetja, ku është lavdëria ekonomike e kësaj kompanie? Apo është varianti tjetër që gruri importuar është deklaruar si grur për ushqimin e kafshëve vetëm për t'ju shmangur të vëshës për 16% në hyrje, e në fakt është grur për konsumin e njerëzve dhe pas bluarjes prap eksportohet si mill duke nxjerr 16% të vëshën në dalje. Kjo formë e veprimit normalisht shkakton invazion fiskal duke favorizuar kompaninë e fjalë në vlerë prej rreth 7 euro për 1 ton grur në raport me kompani tjera. Një favor tjetër që është krijuar është edhe ndryshimi tarifor i certifikatave fitosanitare. Më parë tarifa për certifikat fitosanitare ishte 75 euro për një maun qoftë grur apo mill të importuar, tani është ndryshuar dhe për një maun me mill të importuar paguhet 175 euro, ndërkaq për një maun me grur paguhet vetëm 25 euro. Kjo mos ndikon në stopimin e importit të millit nga Serbia dhe nxitjes së importit të grurit për të bluar me pastaj në mullirin e caktuar. Me këto format veprimit, kompania e caktuar krijon monopol të plotë në importin e grurit, në industrinë e blojës dhe njëkohësisht e humb interesin e farmerëve të Kosovës për prodhimin e grurit në Kosovë. Të gjithë e dimë se Kosova ka nevojë për 450.000 ton grur për t'i përmbushur kërkesat e popullatës për ushqim. Ne i prodhojmë 250.000 ton grur në Kosovë, ndërsa sasinë tjetër prej 155.000 ton e importojmë kryesisht nga Serbia, duke shpenzuar kështu për çdo vit rreth 30 milion euro. Gjithashtu, ne shpenzojmë rreth 10 milion euro për fart të grurit që po ashtu importohet kryesisht nga Serbia. Cilësia e një gruri për prodhimin e bukës varet nga përmbajtja e proteinave dhe cilësia e tyre. Gruri që ka përmbajtje më të ulët se 12% proteina dhe gruri që qëndron në gjatë i deponuar i humb cilësitë e tij për prodhimin e bukës cilësore. Këtë humbje të cilësisë prodhuesit e bukës mundohen ta kompenzojnë duke i shtuar aditiv të ndryshëm të cilët po ashtu mund të jenë të dëmshëm për shëndetin e njeriut. Prandaj kontrolli i cilësisë së grurit dhe produkteve tjera ushqimore të importuara janë me interes nacional në sigurimin e shëndetit publik të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje kërkon që institucionet përgjegjëse, duke filluar nga Avuku, Instituti Bujqësor i Kosovës dhe doganat e Kosovës të merren seriozisht me rastin MCLS-i dhe të sqarohet saktësisht se çka ka ndodhur me grurin e tij të importuar dhe çka ka ndodhur me millin e tij i cili është refuzuar nga Shqipëria për shkak të cilësisë së dobët. Faleminderit.